Të mërkurën, lista serbe organizoi një tubim në Mitrovicën e Veriut, i cili kishte të rishur vëmendjen e publikut lokal. Në këtë ngjarje ishte planifikuar që të performonte këngëtarja Angjela Injatović, por asaj u pamundësua të hyjë në Kosovë pasi u ndalua nga policia e Kosovës në pikën kufitare. Burimet e telegrafit të bojnë të ditur se Injatović nuk ka mundur të vazhdojë udhëtimin drejt Mitrovicës. Këngëtarja thuhet se kishte planifikuar të këndonte këngën nacionaliste serbe Gnezdo Orlovo në Shqip, foleja Shqiponjës, teksti së cilës përmban thirrje dhe motive anti-shqiptare. Si rrjedhoi, organizatorët u detyruan të zëvendësojnë me një grup tjetër muzikor. Megjithatë, interesimi i të rinjve serb për të ndjekur performancën e Injatović ishte i madh. Për të ruajtur qetësinë dhe sigurinë të gjithë qytetarëve gjatë tubimit në vendngjarje u pan forca të shumta policore. Në fillim të ngjarjes u vënë re edhe prezencë e trupave të KFOR-it dhe ULEX-it, duke siguruar mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e situatës. Atmosfera te Serbia nuk duket edhe aq e qetë nëse bëhet fjalë për trajnerin Dragan Stojković. Ky i fundit është vendosur shpesh në qendër të kritikave. Stojković është shprehur së fundmi se nuk e ndjen presionin që mundohet të krijohet, por më tepër fjalët e tij ishin tronditse, pasi në konferencë tha edhe se ndoshta ndonjë prej tyre doj që të vijë humbja ndaj Shqipërisë. Nuk e ndjej presionin. Ju jeni ata që e ndjeni presionin, ju gazetarët, ekspertët dhe kritikët e përhershëm. Ndoshta një nga ju do të donte që Shqipëria të na mposhte, u shpreh Stojković në konferencën për shtyp. Trajneri i Serbisë edhe më parë është shprehur se analistët që mbështesin Shqipërinë. Media në Serbi nxorën në pa emrin e Rade Bogdanović si një prej tyre. Më herët, trajneri deklaroi: "Nuk kemi çfarë të fshehim, publiku meriton të dijë për gjendjen e lojtarëve, lëndimet dhe ndryshimet në skuadër, jemi të përgatitur për sfidën, tani fokusi ynë janë dy ndeshjet e radhës, Shqipëria dhe Andora, duhet të ecim përpara dhe të marrim 3 pikë", deklaroi Stojković. Trajneri serb cilësoi takimin ndaj Shqipërisë si vendimtar për objektivin në kualifikim. Ndeshja me Shqipërinë është shumë e rëndësishme, hap rrugën drejt marsit të ardhshëm. Jam i bindur se kemi lojtarë dhe kapacitet për të fituar dhe për të siguruar një vend në play-off, u shpreh ai. Përballja Serbi-Shqipëri do të luhet mbrëmjen e së shtunës në qytetin e Leskovacit, i cili u vendos pasi u anulua Beogradi, që ishte vendosur më parë për të zhvilluar këtë takim. Ky vendim u mor për arsye sigurie